Jam kthyer në studio dhe në pjesën e dytë kam të ftuar miken time dhe miken e emisionit ADN, pedagogen e Fakultetit Shkencave të Natyrës, antropologen e mjedisit, Ani Bajrami. Ani, mirë se erdhe në ADN. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë. E dashur Ani, unë dua të ja këtu ka dalë studimi juaj dhe doja ta filloja emisionin me këtë pikë, me këtë çështje. Ju jeni antare e Komisionit Antropologjisë dhe Trashëgimisë Kulturore në Akademinë e Shkencave, por dhe antropologe në Komitetin Kombëtar për Studimin dhe Rivlerësimin e Zonave të Mbrojtura, dhe për këtë ne do flasim në Shqipëri. Kohët e fundit, bashkë me dy nga bashkëpunëtorët tuaja, keni botuar këtë artikull shkencor që kishte në fokus studimet e realizuara gjatë viteve të komunizmit rreth lidhjes mes njeriut, kulturës dhe natyrës. Pse ishte e nevojshme ta bënit këtë studim dhe çfarë rëndësie ka kjo nga pikpamja e shkencës, të themi kështu? Jo thjesht, si të thua, për të mos rënë në ideologjizëm apo jo, po për të treguar të vërtetën, sepse siç kemi diskutuar edhe bashkë, nuk mund të ketë shkencë nëse s'ka referencë. Ju çfarë treguat me këtë artikull? Si fillim të falenderoj Lirë, si gjithmonë që je shumë dashamirë dhe më fton në emisionin tënd. Ky artikull në fakt është në vazhdim në një artikullit më parshëm dhe i cili synon që të dokumentoj, të identifikoj studimet të cilat janë bërë në rastin konkret gjatë periudhës komunizmit, pra jemi në vitet 1945-1991, në raport pikërisht, ashtu se dhe ju e thatë, lidhjet që kanë pasur dhe ka popullata shqiptare me bimët në rastin konkret. Në këtë kuptim është bërë një studim bibliografik, rreth 80 shkrimeve, librave, botimeve, raporte gjitha më radhë, përmes të cilat ne kemi identifikuar ato kontributet të mëdha, në fakt me vlerë për shkencën shqiptare, veçanërisht në lidhje me aspektin albanologjik, sepse në fund fare ne duam të dimë se si janë bërë këto studime në kohën e komunizmit dhe për të marrë, le të themi, ato mësime dhe pësime, pikërisht nga pikpamja e lenteve ideologjike, dhe për të parë se si sot këto studime, pra studimet me profil etnobotanik, mund të orientohen për të kuptuar problemet e sotme të ndryshme lidhjeve të njerëzit, shqiptarëve me mjedisin, me resurset natyrore, dhe se si mund të projektojnë zgjidhja e këtyre problemeve në të ardhmen. Pra në thelb ky ka qenë qëllimi, jo vetëm le të themi për të bërë një bibliografi. Një bibliografi, se në fakt shkrimi pra artikulli ka profil review-ja, edhe për të qenë mirënjohëse në të vërtet, edhe për botimet e mëparshme, po dhe padyshim na shërbes si një truall, si një bazë. Çfarë vutëre aty ju e dashurani? Tani ajo që është interesante këtu dhe që mbase e dallon, besoj edhe vendet e ishtlindjes, po dhe Shqipërinë në rastin konkret, është le të themi lentja ideologjike totalitariste përmes të cilës janë bërë këta studime. Ku duket kjo? Kjo duket bie fjalë. Mbaj këtu regjia, të lutem, në fillim, po këtu. Në rastin konkret në mënyrën se si perceptohen bimët. Por në rastin konkret, mënyra se ishin të, le të themi, u orientuan studiuesit, ishte që këto bimë jo vetëm ishin resurset kulturës popullore, por që mund të shërbenin, bie fjala, edhe jetesës së mëveçme të shqiptarëve në mungesë për shkak të ndihmave nga të huajt. Pra mënyra se si u realizuan studimet shkencore, përveç vlerës identifikuese dhe dokumentuese, që në fakt kjo është vlera më e madhe e gjithë këtyre botimeve, ishte edhe ky element. Pra si thua është lentja ideologjike në rastin konkret, mënyra se si u pan këto studime ishte e tillë që të glorifikohet, si thua, kultura e masave, kultura e popullit, dhe kultura bimore dhe kultura bimore në rastin konkret, po sigurisht, dhe se si kjo kulturë bimore do të shërbente për shembull bie fjala edhe jetesës tonë të mëveçme pa ndihmën e të tjerëve. Pra këto element ideologjik ose këto element teorik, le të themi, nëse mund quhen të tillë, kanë karakterizuar këto tipe studimesh. Vlera për ne, padyshim, përveç se ne identifikojmë si fazë, le të them një fazë autoktone të entobiologjisë në Shqipëri, që në fakt është e pagjendshme kur ne kemi bërë studim krahasues me fazat e tjera që kanë përjetuar vende të tjera, le të them ky është element identifikues se studimeve në Shqipëri. Nga ana tjetër, siç e thash, ka rëndësi sepse neve na shërben si thua si trampolin për të kuptuar se si këto studime po bëhen sot, dhe se si ne mund të përmirësojmë lente teorike dhe metodologjike në mënyrë që këto studime, pra identifikimi, dokumentimi, por dhe valorizimi i marrëdhënieve njeri-mjedis në Shqipëri të jetë më eficient dhe të shërbej po ashtu dhe në informase dhe ekonomisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Ju pastaj më keni treguar edhe ekspeditat që keni kryer ju dhe do t'i lutesh regjisë që të kalonte tek pamja 7. Dhe
Çfarë keni vënë re nga ekspeditat që keni bërë? Do me thënë, ju keni identifikuar ose keni, si thua, keni ritakuar ato emërtima, ato klasa, ato grupe bimësh që kishin realizuar më përpara dhe pedagogët tuaj dhe të tjerët, por keni vënë re ndonjë ndryshim? Çfarë keni vënë re? Tani pjesa e ekspeditive në fakt është pjesa më e bukur e punës, me thënë të drejtën, me gjithë lodhin që ka fizike. Natyrisht, unë me bashkëpunëtorët e mi dhe kolegët e nderuar Robert Darmo dhe Anila Sarjaqin. Anila veçanërisht ka një specifik të veçantë, është etnolinguiste, pra ajo është interesuar për të kuptuar mënyrën e mbërtesave popullore të bimëve në rastin konkret. Ka një element, le të themi pak të dhimbshëm, se thua nuk gjen aq shumë njerëz në fshatra. Nga pikpamja e përdorimeve, pra mënyra si përdoren bimët. Natyrisht ne kemi gjetur analogjira. Bie fjala nëse ne flasim për çajin e malit, siç është raportuar dikur ende përdoret në ato formë, por merr disa raste shumë të vogla. Ajo që është interesante këtu është që neve po dokumentojmë për herë të parë pjesën e jugut të Shqipërisë. Përmes një bashkëpunëtorit tonë, po ashtu të vyer që quhet Andrea Pieroni, ai i ka fokusuar kryesisht studimet e tij në veri të Shqipërisë, jugu i Shqipërisë është pothuajse i panjohur. Dhe aq më shumë kur flasim dhe për minoritete, për shembull minoriteti grek, minoriteti rumun, kur flasim për çamët, pjesa tjetër, pra ka disa, le të themi, etni, të cilat janë të padokumentuara. Kur thoni që janë të padokumentuara, pra ju nuk keni, si të thuash, nuk keni vjel se çfarë marrëdhënie kanë këta banor me bimët dhe si i emërtojnë ato, si i emërtojnë, si quhen ato dhe si i përdorin ato dhe si ose ku i gjen, ku ndodhen. Ku i gjen, si kultivojnë, shumë e drejtë. Emërtesa shumë interesante, sepse kemi parasysh që këtu ka dhe një rezervuar, si thua, gjuhësor. Edhe kjo ka shumë rëndësi për vetë gjuhën shqipe. Patjetër. Dhe në rastin konkret, për shembull, ajo pra mund të ketë pas dokumentime sporadike, por jo dokumentime sistematike dhe identifikime sistematike të pjesës së Shqipërisë së Jugut. Në rastin konkret, unë kam punuar më së shumti në qarkun e Gjirokastrës. Aktualisht jemi përqendruar në qarkun e Korçës, presim edhe në qarkun e Vlorës. Pra, kjo zonë është krejtësisht e pa eksploruar. Kemi të dhëna fragmentare, sporadike, jo të dokumentuar në mënyrë rigoroze shkencore, bazuar në metodën me vërtimin pjesëmarrës e kështu me radhë. Pra, në fund fare edhe neve duam të krijojmë në thelbin tonë një regjistër të dijeve dhe praktikave natyrore që ka pasur dhe ka populli shqiptar, automatikisht kundrejt mjedisit dhe resurseve natyrore. Pra, duam ta dokumentojmë këtë gjë, sepse po zhduket. Kjo traditë po zhduket. Por kam parasysh që edhe në vitet 37, 38, kur u krijoi Instituti për Studime Shqiptare, erdhën dhe biolog nga Italia në atë kohë në kuadrin e Institutit të Studimeve. Edhe ata kanë lënë një përvojë apo një traditë të shquar. Si shërben sot kjo traditë e tyre? Do me thënë, është ka përcyer ajo, apo ajo ka nevojë të verifikohet akoma? Nuk është çështje thjesht verifikimi, lirë çështje pasurimi të dhënave dhe ndryshimi metodave dhe natyrisht dhe mënyrës se si ne i qasemi, pra nga pikpamja interpretative të dhënave. Çdo dokumentim, çdo identifikim i realizuar më herët, edhe nga autor aktual që ne po flasim, për shembull dhe si rasti Andrea Pieronit, neve na shërben si bazë. Natyrisht, qëllimi jonë, siç e thash, është ta identifikojmë dhe ta ruajmë, dhe natyrisht në momentin kur ne do të kemi, le të themi, këtë regjistër të madh të bimëve që përdoren për ushqim, bimëve që përdoren për rituale, bimëve që përdoren sidomos për qëllime shëronjëse, ne në atë moment do të jemi në gjendje përmes edhe indekseve statistikor të bëjmë një krahasim. Pra, vlera, le të themi, e punës në farmacë këtu qëndron edhe për shkak të bashkëpunëtorëve tanë edhe jashtë Shqipërisë, që neve duam ta identifikojmë. Kjo është një pasuri biokulturore e cila është në zhdukje praktikisht. Edhe për shkak të ritmeve të mëdha të migrimit. Dhe një nga arsyet që ne jemi përqendruar dhe në jug është jo vetëm që ka pak të dhëna, por edhe sepse ka migracion të lartë. Dhe ne nuk kemi më ku të pyesim as barinj, as mjekët popullor. Ata që janë në kontakt me natyrën. As të moshuarit, sepse fatkeqësisht edhe për arsye natyrore është vështirë. Ajo që quhet me termin bimë mjekësore ose bimë medicinale, kjo industri të themi apo kjo anë e jetës së shqiptarëve, si paraqitet sot? Tani, de facto në malet shqiptare mblidhen bimë mjekësore të cilat çohen për eksport, nga dhënat paktën sporadike që kam unë, sepse nuk është ky fokusi. Ne jemi për shembull eksportues të sherebelës, bie fjala. Po, që shkon deri në Amerikë. Po, domethënë ka dhe një rrezik që vjen nga kjo, por ne të paktën si antropolog dhe si studius, rreziku është që le të themi shkulja e gabuar e këtyre bimëve mund të rrezikojë zhdukjen e tyre.
Pra, le të themi këto praktikat e mosmarrjes së bimëve në mënyrën e dur mund të çojnë në zhdukjen. Edhe një gjë që është interesante, unë të paktën nga studimet që kam bërë në bazenin e Vjosës, bimët popullore, bimët sidomos për qëllime mjekësore, i shërbejnë komunitetit lokal. Pra ato de facto, ekonomia e tyre lokale bazohet pikërisht në mbledhjen dhe shitjen e tyre. Siç kemi në rastin aty të Aguliçës, që ne e kemi identifikuar si një bimë që eksportohet jashtë në zonën e Kolonjës, me bashkëpunëtorët e mi, Anilën dhe Robertin. Pra, në dijenin timet, pa nga pjesa tregtare, ekonomike, kjo është gjendja. Tashti, doja të dija dhe diçka tjetër, doja të pyesja dhe diçka tjetër. Antropologjia, dega me cilën ju merreni, antropologjia e mjedisit dhe puna si antare Komisionit të Antropologjisë dhe Trashëgimit Kulturor në Akademinë e Shkencave. Cila është perspektiva ose çfarë objektivash ka puna juaj dhe çfarë synoni të arrini në të ardhmen? Përmes grupit bashkëpunëtorëve dhe përmes propozimit të një njësie të përkohshme studimore në pranë Komisionit të Antropologjisë dhe Trashëgimit Kulturor, qëllimi jonë është shumë i thjeshtë: identifikimi, dokumentimi dhe krahasimi i të dhënave të mbledhura në Shqipëri me të dhënat kryesisht për shqiptarët. Regjia, më fal, mund të vendosni dhe pamjen 8. Po. E shqiptarëve që jetojnë në territorin e Ballkanit, por dhe më gjërë. Ka një element interesant, natyrisht që neve, për shumë kolegja ime e ka si fokus të vetë studimor, që unë e thash që ka një vlerë shumë veçantë, sepse është e rrallë në botë, studimin e emërtesave popullore. Më falë, këtu ka marrë disa fotografi edhe nga faqja juaj e Facebookut, por edhe nga faqja e një studiuesi të apasionuar, zotit Abdullah Diku. Dhe këto për shembull janë marrë nga faqja e tij. Zona veriore, me siguri. Dhe natyrisht që përveç, pra puna jonë ka dy kahe, se më thëmë, ose dy pjesë. Pjesa e parë është ekspedita në terren, të cilat ne presupozojmë që një periudhë 5 vjeçare kemi në gjendje të mbledhim gjithë dhe të krijojmë databazën e të dhënave, ose dokumentime, identifikime, dokumentime të bimëve që përdoren në popullat dhe në etni të ndryshme, se dhe kjo për ne ka shumë rëndësi. Dhe në momentin e dytë, në paralel, do të përdhohen artikuj shkencor, po dhe libra që janë aktualisht në proces votimi, siç është rasti për shembull i librit Etnobiologjia ndër shqiptarët, ku ne duam të shohim elementet krahasues ose emërtesat popullore të bimëve në Shqipëri. Por qëllimi është shumë i thjeshtë, duke pasur parasysh dy probleme të mëdha që ka Shqipëria sot, janë ndryshimet klimatike dhe largimi i popullatës. Për ne, sa më shpejt të dokumentojmë këto dije dhe praktika popullore, aq më mirë do jetë. Pra ky, le të themi, urgjenca e kësaj gjëje na ka bërë ne që të konceptojmë një njësi dhe në paralel të punojmë në terren dhe natyrisht të shpresojmë të botojmë në revista prestigjioze. Ne bashkë kur u takuam kemi diskutuar dhe për një çështje tjetër që është pak sensitive. Ju bëni pjesë në Komisionin Shtetëror të Zonave të Mbrojtura. Ka një ndjeshmëri në përgjithësi në opinion nga anë të ndryshme për ato që quhen zonat e mbrojtura. Qeveria bëri një projekt ligj dhe ndërhyri në këtë ligj duke u hequr një pjesë të këtyre zonave, duke i larguar një pjesë nga këto zona, duke hequr ligjin që të ushtrohet mbi një pjesë për këtyre zonave. Ju si specialiste, si antropologe, si biologe, si antare Komisionit Shtetëror, çfarë keni vënë re dhe çfarë duhet bërë sipas jush? Tani, natyrisht që ka një të drejtë legjitime, çdo antar i shoqërisë natyrisht aq më shumë shoqatat në rastin po marr këtë ka, të cilat merren me mjedisin, konkretisht me ruajtjen e tij, biodiversitetin, e kështu me radhë të ngrehin shqetësime, të cilat janë legjitime. Natyrisht që ka një mungesë përgjithsisht në përgjithësi, bashkëpunimi, dialogu. Do t'i lutesh Regjis pamjen 9, ju lutem. Po, faleminderit Regjia. Dialogu midis, le të themi, përfaqësuesve shoqërisë civile dhe organizimeve shtetërore, ajo që vëre unë personalisht, natyrisht që këto kanë qenë edhe disa nga debatet më mëdha, në cilësinë time e punës time si antropologe. Ajo që këtu është shmangur në informacion edhe nga diskursi publik, është pjesa e, le të themi, nevojës që ka për të integruar komunitetin në zonat e mbrojtura dhe për të fuqizuar ekonomikisht komunitetin që jeton në këto zonat e mbrojtura. Një specifik që kemi ne është në shumë zonat e mbrojtura jetojnë ka komunitete ndryshme, ka njerëz që jetojnë aty, të cilat e sigurojnë jetesën e tyre pikërisht me resurset, me ato resurse që një biolog do të mbrojë. Nëse nuk gjendet, e para nëse nuk adresohen problemet, nëse nuk vlerësohet gjendja e komuniteteve që jetojnë aty, në asnjëherë çdo politikë menaxhimi e këtyre zonave të mbrojtura nuk mund të jetë e suksesshme.
E thënë ndryshe, nëse nuk gjendet harmonia dhe ekuilibri midis komuniteteve në thelbin e tyre dhe zonave ose mjediseve, ekosistemeve ku ato ndërtojnë, dhe nëse vetë ministria nuk është angazhuar, le të themi për t'i adresuar shqetësimet që ngre komuniteti që jeton aty. Ne duhet të kuptojmë një gjë, që natyra nuk e mbron dikush i cili është si një kolonialist, është si një turist në zonën e mbrojtur, me gjithë vlerën që ai mund t'i di. Natyrën e mbron ai që jeton aty ku jeton. Dhe në kushtet e mos fuqizimit të komunitetit që jeton aty, mos zënës një perspektive ekonomike, komuniteti që jeton aty, se çfarë mund të bëjë ai me këto resurse, si mund t'i mbrojë ai në mënyrë që të ketë një vazhdimsi, edhe të jetesës në thënëza biologjike, po edhe të jetesës kulturore dhe sociale. Nëse kjo nuk bëhet, unë do të them që çdo protest, çdo ligj, çdo reagim është i kotë. Sepse unë nuk mund të flas për një shqetësim që e prek atë që jeton atje. Është shumë vështirë, unë mund ta them, mund ta ekstrapolioj një situatë, mund ta abstragoj një situatë, por nëse unë nuk vjem në mbrojtje të atij që jeton atje dhe ai nuk e mbron gjën me të cilën përballet ditë për ditë, atëherë çdo përpjekje është e kotë. Edhe në këtë suas, edhe për ligji për zonat e mbrojtura, pavarësisht se ka aspekte teknike, pavarësisht se kanë qenë deri diku në një lloj forme dialogu të vazhdueshëm, ministria, shoqatat, ekspertët, gjykoj që këtë gjë çuditërisht e ka lënë me njerën. Dhe mua kjo më bën habi, se në fund fare natyra e shërben njeriut. Në fund fare. Bashkë kur kemi diskutuar ju si intelektuale dhe si një pedagoge e angazhuar, më keni thënë, ne duhet të kemi të kujdesshëm, keni thënë ju, që të mos kemi këto komunitete që janë atje, të mos kenë fatin, supozojmë, të Bahamas, i them që atje, domethënë populata është e varfër, ndërkohë që ka dhe resorte turistike shumë moderni. Dhe ju me shumë të drejtë doni që ky debat të fokusohet pikërisht këtu, pra çfarë duhet bërë? Po, të bashkë ekzistenca, e harmonizuar midis resurseve natyrore, vlerave biologjike të një zone, vlerave kulturore, por dhe komuniteti që jeton aty. Unë nuk mund të tregoj komunitetit se me çfarë duhet ushqehet dhe që nuk duhet të preki diversitetin biologjik ku di unë. Është e vështirë, sepse ai jeton me atë gjë. Në kushtet kur vetë planet e menaxhimit janë me bazë komunitetin, në parim ato kanë gjasat janë më të suksesshme. Dhe kjo është shumë e nevojshme. Ne nuk kemi ende një vlerësim të gjendjes, edhe nga pikpamja ekonomike, ekonomisë lokale të komuniteteve që jetojnë në zonat mbrojtura. Dhe unë nuk mund t'i vi nga lart, me direktiv nga lart, dhe të them që mos e shkatro këtë, mos e prish këtë, ruaj këtë, ku di unë. Ndërkohë që ai e siguron jetesën e vet, pra duhet gjendur se s'bën një ekuilibër. Është e pashmangshme ndryshe. Ndryshe nuk do ta ruaj. Dhe asnjë politik nuk do shërbej për ta ruajtur mjedisin. Ky është mendimi im, të paktën. Bashkë kur diskutuam, ju prekët edhe ne prekëm disa tema, por njëra që më mbeti në mendje është kjo. Në Shqipëri është edhe Muzeu i Shkencave të Natyrës. Sabjaka Simati. Sabjaka Simati. Dhe ju e keni të lidhur edhe fatin tuaj profesional me këtë muze. Çfarë bëhet me to? Ku ndodhet sot ai? Muzeu ndodhet pranë tregut elektrik, ai është padyshim një muzeu unik. Ku ka qenë ansambli, ishte ansambli ushtrisë. Është një muzeu unik në Shqipëri, është i vetmi në llojin e vet. Natyrisht që vlera më e çmuar padyshim. Mund të vendosni pamjen 8 dhe pamjet e tjera, pamjen 7 dhe pamjet e tjera. Regjia, faleminderit. Vlera e çmuar e tij është pjesa e herbarit kombëtar, i cili ka një koleksion të jashtëzakonshëm, shumë të pasur. Në fakt është një pasuri dhe trashëgimi e madhe biologjike e vendit tonë. Përpjekjet tona kanë qenë edhe si staf për ta digitalizuar dhe digitizuar koleksionin, sidomos atë të herbarit i cili mund të rrezikojnë në të ardhmen të prishet për atë koleksion. Çfarë është për që ta kuptojë edhe publiku? Herbari çfarë janë? Herbariumet që i thosh. Herbariumet që janë, është një gjë. Është herbari kombëtar. Ne atëherë në atë kohë mblidhnim këto, kujtohet në orën e biologjisë, i mblidhim dhe i vendosim në fletë dhe i thanim dhe ato ishin edhe i fjerim, kujtohet ishte. Po. Pra, ideja është aty është de facto gjithë flora e Shqipërisë. Pra, e mbledhur vite në rastin po flas për herbarin kombëtar, nga studiues të ndryshëm shumë të apasionuar. Përpjekjet tona për disa vite tashmë, si staf i muzeut kanë qenë, sepse herbari kombëtar ndodhet në mjediset e Muzeut të Shkencave të Natyrës, Sabjaka Simati, kanë qenë për digitizimin dhe digitalizimin. Digitizimi do thotë ta ruash koleksionin në formë digjitale. Ta ruash në mënyrë të tillë që edhe nëse prishet një koleksion fizik, atëherë ti ta kesh të ruajtur në databaza. Dhe përmes këtyre databazave, edhe studiues të tjerë mund të aksesojnë databazat, mund të botojnë artikuj shumë cilësor, shkencor e kështu me radhë. Po qëllimi është gjithmonë ruajtja, ose konservimi i këtyre ekofakteve, shumë të rëndësishme për kulturën shqiptare, jo vetëm trashëgimin biologjike vendese. A dhe akoma nuk është bërë digitalizimi? Jo, ne presim, po uroj që të bëhet sa më shpejt.
uroj që të bëhet, sepse kjo është një domosdoshmëri dhe një trend që të ka nisur të paktën prej 2010-s në Europë dhe në SBA. Unë shumë i kam parë në SBA, uroj që të bëhet sepse aksesimi ose në fakt aksesimi ndaj këtij informacioni shumë të pasur, me vlera të jashtëzakonshme që do i shërbenin edhe edukimit parauniversitar, edhe studiuesve jashtë vendit tonë, është i nevojshëm. Dhe një gjë tjetër që doja të diskutoja tash, me qenë se përfitoj nga rasti që ju kam këtu. Çfarë ndodh në arsimin e lartë shqiptar sipas jush? Dhe çfarë duhet bërë më mirë? Çfarë ka ndodhur në këta vjet dhe çfarë duhet përmirësuar sipas jush? Në gjykimin tim, e para njërë fillon Fakulteti juaj është ndër ata fakultete i cili ka filluar të dallohet kohët e fundit, edhe keni dhe një projekt ndërkombëtar, më duket me vlerë shumë të, po edhe të gjithë jeni të përfshirë me projekte ndërkombëtare. Dhe ka kohë që, si thua, disa departamente dhe departamenti ku ju përfshiheni, apo kam parasysh edhe profesor Merkoshi e të tjerat, kanë filluar që të ndjehen edhe në hapësirën publike si departamente që po kryejnë punëra të tilla shkencore që angazhojnë edhe studentët, por dhe komunitetet tjera. Krahas fakulteteve, të tjera që bëjnë pjesë në Universitetin e Tiranës, natyrisht Fakulteti i Shkencave të Natyrës, edhe për shkak të një tradite të gjatë, ka një performancë të mirë nga pikpamja e botimeve shkencore. Ajo që unë mendoj që mungon janë financimet e pakta. Pra, e para një që gjykoj unë që duhet bërë, është duhet shtuar ose rritur buxheti për arsimin. E para, e dyta, duhet ketë një trajnim ose duhet ketë një lidhje shumë më të fortë me, si po ndodh dhe ka ndodhur, po duhet të forcohet me diasporën shkencore. E treta është, ne duhet synojmë, që në fakt kjo thuhet shpesh, po është pak vështirë të bëhet, të synojmë që të marrim projekte ndërkombëtare të nivelit Horizonit Biofjala, ose projekte të tjera të nivelit COST. Pra, ka një lloj gradualiteti, ka një tendencë për ta bërë, por unë duhet të them diçka që shkenca nuk bëhet në mungesë të financimit. Pavarësisht dëshirës dhe pavarësisht ku diun. Më fal, kjo performanca juaj që unë të paktën e çmoj si pozitive, a ka qenë tërheqëse edhe për studentët, domethënë a kanë dëshirë ata të vinë të studiojnë fakultetin tuaj, domethënë a janë shtuar pranimet apo ka mbetur? Ka një në përgjithësi, tani unë nuk flas dot me statistika për të hyrë të vërtetës. Ka një rënje të lehtë, kjo lidhet edhe me një fakt tjetër që në Shqipëri kanë përshtypjen po fillohet dhe po vjet edhe më shumë në duke, është lidhja e studentëve me tregun e punës. Pra, pavarësisht performancës lartë në përgjithësi, të pedagogëve, të kërkimeve shkencore, pjesëmarrjes në projekte, po flas nga ana e pedagogëve. Mungesa e lidhjes me tregun e punës është shqetësuese. Dhe me të drejtë, njëri sot e ka të vështirë që të bëjë një shkollë në cilën ai mund mos gjej punë. Kjo është e para. E dyta, në nivelin e ndërkombëtarizimit që po ndodh, ka një tendencë, pra ka një joshje, le të themi, kundrejt kësaj gjëje, por këto janë politikat ndaja arsimore të cilat duan edhe një vëmendje më të duan një vëmendje më të madhe, gjykoj unë, dhe duan financim, duan një grupe punësh të mëdha, bashkëpunime me unë e theksoj shumë shpesh me diasporën shkencore. Janë shumë nevojshme, ka shumë shqiptar, siç është rasti profesor Merkoçit. Janë rreth 4500 të tillë që janë universitetet më prestigjioze. E dashur Ani, ishte shumë kënaqësi që të kisha në Faleminderit shumë. Suksese. Faleminderit. Që ke arritur. Dhe urime dhe për ato të tjerat që ke në projekt. Faleminderit shumë. Ky ishte